Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli në një konferencë për mediat pas publikimit të rezultateve paraprake të zgjedhjeve të 11 majit, të cilat deri më tani janë në favor të Partisë Socialiste. Zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Skena si Vora ishin të zakonshme në një seri qarqesh dhe bashkisë të tjera: Durrës, Peshkopi, Elbasan, Fier dhe zonat të tjera. Pra, në çdo aspekt, këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se protesta fillon më 16 maj në bulevardin Zogu i Parë dhe ky është fillimi i një betejë që nuk ndalet më.